qëto roj janë roj me bo një tabzu, me morë në gjyre tape, nuk është mirë. Se ka vujt. Mirë po ka sipërfaqet mjaftueshme, I ka dhonë hapësirë Fidan Rrici, hapësirë të mjaftueshme të ato. Ky halo mund të rritet, mund të zhvillon sistem rënjor tu. Mirë po edhe me pa qenë kaset, s'ka pos. A është I gatshëm për mbjellje? Ky faktikisht është I gatshëm për mbjellje. Unë e kisha miell. Po të isha kultivus, unë tash e kisha miell. Pse? Se në momentin që ka I gjatë vërtet ato, momentin që ka sistem rënjor zhvillun, ka lidh substratin, çon fush. Çdo vonesë pastaj është problem. Bima deri të lëshon sistemin. Filozofia e krejt kësaj është sa më shpejt bima mu lidh me tokën. Momentin që ka sistem të ri rënjor, bima lidhet shumë shpejt me tokën, edhe fillon aktivitetet pastaj fiziologjike, fillon zhvillimin e masës, ato përgatitet për frdhonjet. Kryesisht në Kosovë deri tash është përdor fidani në kultivim klasik, si të themin ato, ose dy fidani, po ndërkas kohët... Edhe fidani plak. Po fidani plak, po kohëve të fundit edhe po praktikohet fidani në module, a është ma I shëndosh, mësum nga Skënderi që thot, është shumë ma I shëndosh edhe shumë ma redimentos fidani në... Po shë vetë fjalla fidan. Fidan, do të thot faktikisht është një bim e re, edhe bima sa më e re, do të se cili lloj I perimeve e ka moshën e vet, varësisht a prodhimtaria e hershme, prodhimtaria e mesme, prodhimtaria e vonë. Për shembull të speci konkretisht prodhimtaritë hershme në 60 ditë, mosha e fidanit, dhe çotë vani, trapjantu. Pse? Se nëse fidani ka sistem të ri rënjor, faktikisht lidhet shumë shpejt me tokën. Momentin që fidon lidhet me tokën, ai fillon aktivitetet, merr materë të shyse, merr çdo gjë për shkak të tokës, edhe jes lëviz. Mirë po nëse fidoni ka moshë të vjetër, edhe rastis me pas edhe ka lidhë edhe frutin, ose ka fillu edhe formimin e lules, atëherë na nëse veç ka ardhe të gjithsesi lulen do të mja ik, mja eliminu. Pse do të mja eliminu? Pse atëherë janë tre konkurrent, a do më rrit sistemi rënjor, a do më rrit masa vegetative, a do më rrit lulja më bë frut. A nëse bima nuk është mirë zhvilluar, nëse bima s'ka sistem rënjor mirë zhvilluar, atëherë s'mund t'ja pas frutat mjaftueshme, frutat mira cilësor. Apo prodhohen përgjithsisht në Kosovë fidane të shëndosha, të shëndetshme, sepse kemi disa reklamime të perimtarëve që po kur reflekton kjo, nga vjen kjo që I ka dalë, ishin për shembull të ky bujari, ka bujar Bytyqi edhe nuk ka dalë diçka me prodhim dikur ma vonë. Kemi bën në këtë kohë, apo ma vonë, ka qenë prodhimi I fidanit, I perimit në fushë ka qenë diçka I jashtëzakonshëm I mirë, ndërkaq nuk ka dalë prodhimi I mirë. Ka qenë gabimi në farë aty apo diçka tjetër? Po shë, tash te gabimet mujnë me qenë të llojshme. Çdo gabim reflekton cilësi dhe rendiment. Bima s'fal. Dhe na jemi do të me qenë vetëdijshëm për shembull që shpeshojmë duhet një start fuqishëm. Ai starti fuqishëm perimtari është fidani cilësor. Kim faren e përzgjedhëm, normal që faren nëse shkojmë bojmë prodhimin e fidanit pej fidanishtës. Atëherë na fidanishtës I thujmë cilën kur na duhet, cilin kultivarës e hibrid, edhe faktikisht s'kem dilemë. Edhe unë mendoj që kohët fundit, për shembull me ngritjen e kapaciteteve të fidanëve të reja, veç kem fillu me para rëndësinë